Një biznesmen i suksesshëm, pronar i një perandorie të pasurive të paluajtshme në Tiranë, e sheh jetën e tij të shkatërrohet pas një aksidenti tragjik që e lë atë paraplegjik. Në ditën e dasmës së tij, e fejuara e tij e braktis në altar, duke e lënë të dërmuar përpara 300 të ftuarve në zemër të kryeqytetit. Megjithatë, një gjest i papritur nga një vajzë e vogël do të ndryshojë rrjedhën e jetës së tij, duke e çuar atë drejt një transformimi të thellë. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Qyteti i Tiranës po zgjohej në një qiell gri atë mëngjes të shtunë. Trafiku kishte filluar të rëndojë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, por për Dritan Hoxha Krasniqin, asgjë nga këto nuk kishte rëndësi. Ai ishte në majë të botës, fjalë për fjalë. Helikopteri i tij privat po fluturonte mbi metropol ndërsa ai por i shikonte detajet e fundit të një kontrate miliona eurosh që do të konsolidonte pozicionin e tij si një nga sipërmarrësit më të mëdhenj të pasurive të paluajtshme në vend. Në moshën 36 vjeçare, Dritani ishte pronar i një perandorie që përfshinte 10 ndërtime luksoze të shpërndara në të gjithë Shqipërinë. Kompania e tij, Krasniqi Konstruksion, ishte sinonim i ekskluzivitetit dhe suksesit. Në atë moment, ndërsa vëzhgonte peizazhin urban që shtrihej pafundësisht nëntë, Dritani e lejonte veten të ëndërronte edhe më lart. Pas 2 javësh, ai do të martohej me Blerina Gashin, një modele dhe influencuese rrjetesh sociale që kishte fituar zemrën e tij dhe admirimin e mirë ndjekësve në internet. Ceremonia do të mbahej në klubin e kalërimit në Tiranë, me 300 të ftuar, përfshirë biznesmen, politikan dhe personazhe të njohur. Çdo gjë ishte planifikuar deri në detajin më të vogël. Çdo gjë ishte perfekte. Por fati kishte plane të tjera. Piloti u përpoq ta paralajmëronte për një defekt në sisteme, por fjalët humbën në zhurmën shurduese që pushtoi kabinën. Dritani ndjeu helikopterin të anonte dhunshëm anash, dhe pastaj gjithçka u kthye në një mjegull metali të përdredhur, britmash dhe dhimbje. Shumë dhimbje. Gjëja e fundit që ai pa para se gjithçka të errësoi ishte qielli i Tiranës që rrotullohej në spirale, sikur e gjithë bota po shembej mbi të. Dhe në një farë mënyre po shembej. Kur Dritani u zgjua 3 ditë më vonë në spitalin amerikan, realiteti që e priste ishte më mizor se çdo makt. Nëna e tij, Teuta Krasniqi, një grua elegante 60 vjeçare, ishte pranë krevatit duke i mbajtur dorën fort. Sytë e saj ishin të skuqur, por fytyra e saj ruante atë shprehje të kontrolluar që e kishte karakterizuar gjithmonë. Ajo kishte qenë gjithmonë e fortë, gjithmonë shtylla e familjes, pasi babai i Dritanit kishte ndëruar jetë nga një problem kardiak vite më parë. Mjeku hyri në dhomë me atë ajrin profesional që përpiqej të fshihte dhe mshurinë. Dritani e kuptoi menjëherë se lajmet nuk do të ishin të mira. Fjalët erdhën si goditje, njëra pas tjetrës. Lëndim në palcën kurrizore. Paraplegji. Karrige me rrota. Fizioterapi. Përshtatje. Çdo term mjekësor ishte një dënim, një dekret që transformonte plotësisht gjithçka që ai njihte për veten e tij. Blerina e vizitoi vetëm 2 herë në spital. Herën e parë ajo qau, tha se ishte në shok, se i duhej kohë për ta procesuar të gjithë këtë. Në vizitën e dytë, një javë më vonë, ajo ishte ndryshe. Më e largët. Më e ftohtë. Dritani pa në sytë e saj diçka që e shkatërroi për brenda, diçka më të keqe se vetë paraliza, mëshirë. Ajo nuk e shikonte më si burrin e suksesshëm dhe plot besim që e kishte bërë për vete. Ajo e shikonte si një viktim, si dikë të thyrë dhe të paplodh. Por Blerina nuk tha asgjë atë ditë. Ajo thjesht i mbajti dorën, më mëriti disa fjalë ngushëllimi boshe dhe u largua. Dritani, ende duke u rikuperuar nga operacionet dhe duke luftuar për të pranuar realitetin e tij të ri, u kap pas shpresës se dashuria e tyre ishte mjaft e fortë për të kapërcyer çdo pengesë. Ai ishte gabuar. Muajt pasardhës ishin një tortur fizioterapie, mjekësh, përshtatjesh dhe shikimesh me mëshirë. Dritani e urrente çdo sekond të kësaj. Ai, që kishte qenë gjithmonë i pavarur, tani varej nga njerëzit e tjerë për detyrat më bazike. Nëna e tij mori kontrollin e gjithçkaje, nga administrimi i përkohshëm i kompanisë e deri te kujdesi për të. Teuta ishte efikase, praktike dhe e vendosur. Ajo riorganizoi shtëpinë e Dritanit në lagjen e bllokut për ta bërë plotësisht të aksesueshme, punsoi fizioterapistët më të mirë dhe u sigurua që ai të kishte gjithçka që i nevojitej.
por kishte diçka në sytë e Teutës që Dritani nuk mund ta deshifronte. Një urgjencë, një ankth që shkonte përtej shqetësimit natyral amtar. Ajo këmbëngulte vazhdimisht që ai të fokusohej në rikuperimin e tij dhe t'i linte çështjet e kompanisë në duart e saj dhe të ortakëve. Dritani, ende i brish emocionalisht dhe i raskapitur fizikisht, pranoi pa pyetur shumë. Blerina vazhdonte të shfaqej her pas here, gjithmonë me ndonjë justifikim për mungesat. Punë, angazhime, udhëtime. Por ajo garantonte se dasma do të bëhej. Përgatitjet vazhdonin, edhe pse në një formë më diskrete. Teuta, çuditërisht, e mbështeste idenë. Ajo thoshte se Dritani kishte nevojë për diçka pozitive ku të përqendrohej, diçka që ta motivonte të ecte përpara. Dita e dasmës erdhi në një pasdite të ngrohtë dhjetori. Klubi i kalërimit ishte i përsosur, i dekoruar me mira trëndafila të bardhë dhe lule egzotike. 300 të ftuarit erdhën saktësisht në kohë, të veshur me rrobat e tyre më elegante, kurioz për të parë se si do të ishte ceremonia pas gjithë asaj që kishte ndodhur. Dritani ishte në altar, në karrigen e tij me rrota, i veshur me një kostum të qepur me mas që nëna e tij e kishte porositur posaçërisht për rastin. Ai kishte humbur peshë gjatë rikuperimit, por ende ruante atë qëndrim plot vetbesim, edhe i ulur. Kuarteti i harqeve filloi të luante. Marshi nupcial bëri jehon në sallë dhe të gjithë shikimet u kthyen nga hyrja, duke pritur nusen. Por Blerina nuk u shfaq. Muzikantët mbaruan pjesën dhe pas një momenti heshtjeje të sikletshme, filluan përsëri. Dhe përsëri. Dhe përsëri. Dritani ndjente çdo sekond të zvarritej si një pafundësi. Ai shikonte nga hyrja e sallës, zemra i rrite gjithnjë më shpejt, duart i djersinin. Teuta ishte pranë tij, duke i mërmëritur fjalë qetësuese. Ajo po vjen tani, biri im. Trafiku në Tiranë është i tmerrshëm, ti e di. Ajo nuk do ta humbiste këtë. Qetësohu. Por të gjithë e dinin se diçka nuk shkonte. Të ftuarit filluan të pëshpëritnin me njëri tjetrin, duke kontrolluar telefonat e tyre, duke shkëmbyer shikime të pakëndshme. Disa nga miqt më të ngushtë të Dritanit u përpoqën të telefononin Blerinën, por askush nuk mund të lidhej me të. Kuarteti i harqeve vazhdonte të luante të njëjtën melodi, vazhdimisht si një torturë muzikore që rriste tensionin me çdo nodh. Kaluan 30 minuta. Pastaj 40. Pastaj 1 orë. Salla ishte në një heshtje shurdhuese, e ndërprer vetëm nga muzika dhe nga pëshpëritjet gjithnjë më të larta të ftuarve. Dritani ndjente peshën e 300 palë syve mbi të, duke e gjykuar, duke ndjerë mëshirë, duke dëshmuar poshtërimin e tij publik. Ai donte të zhdukej, donte që toka të hapje dhe ta gëlltiste. Por ai nuk mundej as të ikte vrap që andej. Ai ishte i bllokuar, fjalë për fjalë i bllokuar në atë karrige, në atë moment torture. Ishte atëherë kur dera anësore e sallës u hap. Për një sekond të shkurtër, zemra e Dritanit kërceu nga shpresa. Por nuk ishte Blerina. Ishte Arben Meta, organizatori i eventit, një burr në moshë të mesme i njohur për diskrecionin dhe profesionalizmin e tij. Ai po ecte ngadalë drejt altarit me fytyrë të zbeth, duke mbajtur një zarf të bardhë në duart që i dridheshin. Kuarteti i harqeve ndaloi së luajturi. Heshtja që pasoi ishte absolute. Arbeni ju afrua Dritanit duke shmangur shikimin direkt me të dhe zgjati zarfin me duar dukshëm nervoze. Zëri i tij doli i ulët, pothuajse. Një pëshpërim. Zoti Dritan, më falni. Kjo erdhi për ju para pak minutash. Dritani e mori zarfin duke ndjer peshën e tij të lehtë në kontrast me realitetin e rëndë që ai përfaqësonte. Duart i dridheshin ndërsa e hapte. Brenda kishte një letër të shkruar me dorë, me atë shkrim delikat që ai do ta njihte kudo. Ishte nga Blerina. Dritan fillonte letra dhe vetëm ato 2 rrokje përmbanin botë të tëra dhimbjeje. Më vjen shumë keq. Më vjen vërtet shumë keq që po e bëj këtë në këtë mënyrë, por nuk pata guximin ta thosha personalisht. U përpoqa Dritan. U përpoqa ta bindja veten se mund ta bëja këtë të funksiononte, por nuk mundem. Nuk mundem ta kaloj pjesën tjetër të jetës sime duke shtyrë një karrige me rrota. Nuk ishte kjo ajo për të cilën u përgatita. Nuk është kjo jeta që dua. Fjalët vazhdonin, secila prej tyre si një thikë që i ngulej në gjoks.
Blerina shpjegonte se kishte njohur Dick gjatë një udhëtimi pune në Rom, një biznesmen italian që e kishte bërë për vete dhe i kishte ofruar gjithçka që ajo kishte ëndërruar gjithmonë. Një jetë pa kufizime, pa përgjegjësi të rënda, pa pasur nevojë të ishte kujdestarja e dikujt. Ajo ishte tashmë në një fluturim drejt Europës në atë moment, duke filluar një jetë të re, larg gjithë asaj. Ajo e mbyllte letrën duke kërkuar falje, duke thënë se shpresonte që ai të gjente Dick që mund ta donte në mënyrën që ai meritonte, por që ai person nuk ishte ajo. Nuk mund të ishte ajo. Dritani e lexoi letrën 3 herë, sikur fjalët mund të ndryshonin kuptim nëse i lexonte përsëri. Por ato mbetën të njëjta, të vrazhda dhe brutale në sinqeritetin e tyre. Ai ngriti syt dhe gjeti 300 fytyra që e shikonin, duke pritur, duke gjykuar, duke ndjerë mëshirë. Teuta u përpoq t'ia merrte letrën nga duart, por ai e largoi me butësi. Të ftuarit filluan të shpërndaheshin shpejt, sikur sikleti të ishte ngjitës. Disa afroheshin për të ofruar fjalë ngushëllimi që tingëllonin boshe dhe të inskenuara. Shumica thjesht largoheshin në heshtje, të lehtësuar që po i shpëtonin asaj situate të pakëndshme. Në më pak se 20 minuta, salla ishte praktikisht bosh. Trëndafilat e bardhë, aranjimet e planifikuara me kujdes, tavolinat e shtruara për darkën që nuk do të ndodhte kurrë, gjithçka mbeti e paprekur, dëshmitar të heshtur të një ëndre të shkatëruar. Dritani mbeti aty vetëm në altar duke mbajtur atë letër. Nëna e tij u përpoq ta ngushëllonte, por ai mezi i dëgjonte fjalët e saj. Ai ishte plotësisht i mpir, sikur e gjithë dhimbja të kishte të i kaluar aftësinë e tij për të ndjerë dhe e kishte lënë në një boshllëk të huaj dhe tmerrues. Ishte në atë moment kur ai dëgjoi hapa të vegjël që po afroheshin. Dritani ngriti syt dhe pa një vajzë të vogël, jo më shumë se 3 ose 4 vjeç, që po ecte drejt tij me kuriozitetin natyral të fëmijëve. Ajo kishte flokë të errët të kapur në 2 bishta të pabarabartë dhe mbante një fustan të thjeshtë pambuku me lule. Në duart e saj të vogla, ajo mbante një letër të rrudhosur. Vajza ndaloi para tij, duke anuar kokën sikur po studionte një enigmë interesante. Pastaj, pa asnjë siklet, ajo ja zgjati letrën atij. Ishte një vizatim fëmijësh, i bërë me lapsa me ngjyra. Dritani dalloi figurën e një burri në një karrige me rrota, i rrethuar nga lule shumë ngjyrëshe dhe një diell i madh në cepin e sipërm. Burri në vizatim po buzëqeshte. Ti je i trishtuar në festën tënde, tha vajza me atë sinqeritet brutal që e kanë vetëm fëmijët. Shiko, unë të bëra të lumtur. Dhe ajo tregoi vizatimin, krenare për veprën e saj. Dritani ndjeu diçka të thyej brenda tij, por në një mënyrë tjetër. Për herë të parë pas muajsh, lotë të vërtet filluan të rridhnin në fytyrën e tij. Nuk ishin lotë vetëm mëshirimi apo zemërimi, por të një emocioni që ai nuk mund ta emërtonte. Diçka rreth pafajësisë së atij fëmije, rreth gjestit të thjeshtë dhe të painteres, preku një pjesë të tij që ai mendonte se kishte vdekur. Pa pritur, një grua e re u shfaq duke vrapuar, qartësisht duke kërkuar vajzën. Ajo duhet të ishte rreth 28 vjeç, me flokë të gjatë dhe me onde të kapur nxitimthi në një bisht. Mbante uniformën diskrete të ekipit të shërbimit të eventit, një komplet të thjeshtë bardhë e zi por të mirë mbajtur. Fytyra e saj tregonte shqetësim kur pa të bien që qëndronte aty, duke biseduar me dhëndrin e braktisur. Lule, tha gruaja me zë të fortë por të dashur, duke i marrë dorën vajzës. Sa herë të kam thënë të mos vraposh kështu. Më falni, zotëri, i tha ajo Dritanit, me zërin e mbushur me shqetësim të vërtetë. Ajo është shumë kurioze, nuk deshi t'ju shqetësonte. Dritani shikoi gruan dhe vuri re diçka në sytë e saj që nuk e kishte parë te askush që nga aksidenti. Nuk ishte mëshirë. Nuk ishte siklet. Ishte thjesht njerëzi e thjesht dhe e drejt për drejt. Ajo nuk e shikonte si dik të thyer apo të denjë për mëshirë. Ajo thjesht e shihte si një person. Ajo nuk po më shqetëson, arriti të thoshte Dritani, me zërin e ngjirur nga emocioni. Ajo më dha një dhuratë. Gruaja shikoi vizatimin në duart e Dritanit dhe pastaj të bien, e cila buzëqeshte me krenari. Lulja vizaton gjithmonë kur mërzitet, shpjegoi ajo me një gjysmë buzëqeshje. Shpresoj të mos ketë qenë shumë e papërshtatshme. Para se Dritani të mund të përgjigjej, Lulja lëshoi dorën e nënës dhe vrapoi përsëri te ai. Pse ikën të gjithë nga festa jote? Pyeti ajo, me sytë e saj të mëdhenj plot konfuzion të vërtetë. Festat janë për të qenë të lumtur. Ne mund të kërcejmë. Dritani shikoi vajzën dhe pastaj nënën e saj.
Ai nuk dinte çfarë të thoshte. Si t'i shpjegonte një fëmijë 3 vjeçar braktisjen se si bota mund të ishte mizore dhe e padrejtë. Ishte nëna e Lules ajo që foli, duke u ulur në gjunjë pranë të bijës. Ndonjëherë festat nuk dalin ashtu siç i planifikojmë, shpirti im. Por e di çfarë të them gjithmonë. Kërcimi nuk ka të bëjë me këmbët, ka të bëjë me zemrën. Ajo shikoi dritanin kur e tha këtë, dhe ai ndjeu sikur ajo po i fliste direkt atij, jo të bijës. Kishte diçka në ato fjalë, në atë thjeshtësi të thellë, që bëri jehon brenda tij. Lulja nuk humbi kohë. Ajo mori dorën e dritanit, aq të vogël sa mezi mund të mbështillte 2 nga gishtat e tij, dhe u përpoq ta tërhiqte. Atëherë hajde, do kërcejmë. Mami im kërcen gjithmonë me mua kur jam e trishtuar. Nëna e vajzës u ndje dukshëm në siklet. Lule, kjo nuk është e përshtatshme. Zotëria ka nevojë për kohë, filloi të thoshte ajo, por dritani e ndërpreu. Çdo gjë është në rregull, tha ai, duke surprizuar edhe veten. Mendoj se një kërcim do të ishte mirë tani. Gruaja nguroi, duke parë përreth sallës pothuajse të zbrazët. Teuta kishte dalë për të zgjidhur diçka me organizatorin e eventit, kështu që ishin vetëm ata të 3 aty, të rrethuar nga të gjitha ato dekorime që duhej të festonin një dashuri që nuk kishte ekzistuar kur vërtet. Ngadalë, gruaja u afrua dhe doli pas karriges së dritanit. Më falni nëse kjo është shumë e guximshme nga ana ime, tha ajo me zë të ulët. Lulja, kur i futet diçka në kokë, nuk pushon derisa ta arrijë. Dritani thjesht tundi kokën, i paftë për të folur. Ai ndjeu kur ajo filloi të lëvizte karrigen e tij butësisht, duke ndjekur ritmin e një muzike që vetëm ata të 3 dukej se e dëgjonin. Lulja kërcente dhe rrotulloi rreth tyre, duke qeshur dhe duke bërë pirueta të ngathta. Dhe aty, në atë moment absurd dhe të pamundur, diçka ndryshoi brenda dritanit. Për herë të parë që nga aksidenti, ai nuk u ndje si një viktim, si dikush i thyer apo i paplodh. Ai u ndje si një qenie njerëzore që ndante një moment të vërtet me njerëz të tjerë. Pa gjykime, pa mëshirë, pa pritshmëri. Kur kërcimi i improvizuar mbaroi, Lulja ishte pa frym, por buzëqeshte rrezatuese. Nuk jem më i trishtuar, deklaroi ajo triumfuese. Ina e vajzës buzëqeshi me ndrojtje, duke rregulluar flokët që i kishin dalë nga bishti. Më vjen keq për të gjithë këtë, tha ajo përsëri për dritanin. Ne po ikim tani, më duhet të kthehem në punë. Eja, Lule. Prit, tha dritani impulsivisht. Si quhesh? Gruaja nguroi për një moment. Valbona, u përgjigj ajo. Valbona Berisha. Faleminderit, Valbona, tha dritani, dhe ai vërtet e ndjente atë mirënjohje thellësisht. Ti dhe vajza jote e bëtë këtë ditë më pak të tmerrshme nga sa mund të ishte. Valbona thjesht tundi kokën, mori dorën e Lules dhe filloi të largohej. Por para se të dilte plotësisht nga salla, ajo u kthye edhe një herë të fundit. Ju do të jeni mirë, tha ajo me bindje. Nuk e di si e di këtë, por e di. Ju do të jeni mirë. Dhe pastaj ajo iku, duke marrë Lulen me vete, duke e lënë dritanin përsëri vetëm në sallën e zbrazët. Por këtë herë, vetmia dukej ndryshe. Më pak shtypse. Më pak përfundimtare. Ai shikoi vizatimin që mbante ende në duar, atë figurë të thjeshtë të një burri që buzëqeshte në një karrige me rrota i rrethuar nga lule dhe diell. Për herë të parë pas muajsh, dritani ndjeu diçka që nuk ishte dëshpërim apo zemërim. Ishte një shkëndije e vogël e diçkaje që mundej, përfundimisht, të shndërrohej në shpresë. Teuta u kthye disa minuta më vonë, duke e gjetur djalin ende në altar, duke parë ngultas një copë letër të rrudhosur. Ajo nuk pyeti se çfarë ishte. Ajo thjesht vendosi dorën mbi shpatullën e tij dhe tha se ishte koha për të shkuar në shtëpi. Dritani pranoi, duke e palosur me kujdes vizatimin dhe duke e futur në xhepin e brendshëm të xhaketës, pranë zemrës. Ai gjesti vogël i një fëmije të panjohur kishte mbjellë diçka brenda tij, një farë që do të kërkonte kohë për të mbirë, por që ishte aty, e fortë dhe këmbëngulse, duke pritur mundësinë për të rritur. Javët që pasuan dasmën që nuk ndodhi kur ishin një mjegull emocionesh kontradiktore për dritanin. Ai kishte anuluar të gjitha angazhimet sociale dhe shmangte sa më shumë telefonatat e miqve dhe të njohurve që donin të dinin se si ishte. Lajmi për braktisjen në altar u përhap shpejt në rrethet shoqërore të Tiranës, duke ushqyer thashetheme dhe spekulime.
Dritani e dinte se ishte temë bisede në çdo darkë elegante të qytetit, por çuditërisht, kjo nuk e shqetësonte aq sa duhej. Ajo që vërtet zinte mendimet e tij ishte diçka krejtësisht tjetër. Ishte fytyra e Valbona Berishës dhe buzëqeshja e pafajshme e Lules. Ishte ai moment i pamundur kërcimi në mes të kaosit. Ishte mënyra se si Valbona e kishte shikuar, pa mëshirë, pa gjykim, thjesht me njerëzi të pastër dhe të thjeshtë. Dritani e merrte vizatimin e rrudhosur të vajzës disa herë në ditë, duke vëzhguar çdo vijim me ngjyrë, duke u përpjekur të kuptonte pse ai gjest aq i vogël e kishte prekur aq shumë. Teuta e vuri re ndryshimin të djali i saj, por e interpretoi në mënyrë të gabuar. Ajo mendonte se Dritani më në fund po procesonte humbjen e Blerinës dhe po shitej në depresion. Prandaj, ajo dyfishoi përpjekjet e saj për ta mbajtur atë të zënë, duke sjellë pirgje me dokumente të kompanisë që ai t'i rishikonte, duke organizuar vizita mish dhe madje duke sugjeruar që ai të rifillonte seancat me psikologun. Dritani i pranonte të gjitha në mënyrë pasive, por mendja e tij ishte diku tjetër. Ishte gjatë një seance veçanërisht të mërzitshme fizioterapie kur Dritani mori një vendim. Ai kishte nevojë ta gjente Valbonën përsëri. Nuk e dinte saktësisht pse dhe as se çfarë do t'i thoshte kur ta shihte, por e dinte që kishte nevojë. Ajo grua kishte bërë diçka në pak minuta që muaj të tërë terapie nuk e kishin arritur, ta bënte të ndjehej i gjallë përsëri. Dritani telefonoi Arben Metën, organizatorin e eventit, duke i kërkuar informacione për ekipin që kishte punuar në dasmë. Arbeni hezitoi fillimisht duke cituar politikat e privatësisë, por këmbëngulja e Dritanit dhe një kontribut bujar për eventin e ardhshëm bamirës që Arbeni do të organizonte e bindën atë të ndante atë që dinte. Valbona Berisha punonte për një agjenci eventesh të quajtur Ylli i Kaltër, e specializuar në ofrimin e personelit mbështetës për festa dhe festime të nivelit të lartë. Të nesërmen, Dritani mori shoferin e tij dhe shkoi deri te selia e Yllit të Kaltër, e vendosur në një ndërtesë modeste në lagjen Ali Demi. Pronarja e agjencisë, një zonjë e quajtur Lirie, fillimisht u bë dyshuese kur Dritani u shfaq duke kërkuar informacione për një nga punonjësit e saj. Por kur ai shpjegoi se donte vetëm ta falënderonte personalisht për mirësinë e gruas dhe të bijës së saj, Liria u qetësua pak. Valbona është një nga punonjësit e mia më të mira, tha Liria me krenari të dukshme. E përpikt, e përkushtuar, e shkëlqyer me klientët. Ajo punon shumë, e dini. Ka vajzën e vogël për të mbajtur vetëm. Nuk është e lehtë. Dritani ndjeu kuriozitet të menjëhershëm. Vetëm, përsëriti ai. Liria e kuptoi se mbase kishte folur më shumë se ç'duhej, por vazhdoi gjithsesi. Baba i vajzës nuk është në jetën e tyre prej vitesh. Valbona kujdeset për gjithçka vetë. Punon këtu gjatë ditës dhe bën pastrime në zyra natën kur ka nevojë për para ekstra. Unë i them gjithmonë të mos vritet duke punuar kështu, por ajo është krenare. Nuk pranon ndihmë nga askush. Dritani ndjeu admirim dhe diçka tjetër, diçka që nuk mund ta emërtonte plotësisht. Ai pyeti nëse Liria mund t'i jepte mesazhin Valbonës se ai dëshironte ta shihte, mbase për një kafe. Liria e shikoi atë me atë shikim amtar që dukej se shihte përtej fjalëve. Ajo hezitoi, qartësisht e shqetësuar për punonjësen e saj. Shikoni, zoti Dritan, tha Liria me kujdes. Unë do t'ja jap mesazhin, por duhet të jem e sinqert me ju. Valbona ka kaluar shumë gjëra. Ajo është e fortë, por është edhe e kujdesshme. Nuk e di nëse do të pranoj. Dritani e kuptoi mesazhin e nënkuptuar. Liria po e mbronte Valbonën dhe ai e respektonte këtë. Ai la numrin e tij të telefonit dhe u largua, duke ndjerë një përzierje të huaj ankthi dhe pritjeje. Kaluan 3 ditë pa asnjë telefonat. Dritani filloi të mendonte se Valbona thjesht nuk ishte e interesuar, gjë që ishte plotësisht e kuptueshme. Pse do të ishte? Ai ishte vetëm një klient tjetër i eventit ku ajo punonte. Momenti që kishte qenë aq domethënës për të, mbase nuk kishte pasur asnjë rëndësi për të. Por pastaj, pas ditën e së njëjtës, telefoni i tij ra. Ishte një numër i panjohur. Kur Dritani u përgjigj, dëgjoi një zë femëror ngurues nga ana tjetër. Zoti Dritan, jam Valbona. Liria ma dha mesazhin tuaj. Zemra e Dritanit rahu fort. Valbona, tha ai, duke u përpjekur të tingëllonte rastësor pavarësisht emocionit që ndjente. Faleminderit që telefonove.
E di që kjo mund të duket e çuditshme, por do të dëshiroja shumë t'ju shija përsëri. Për t'ju falënderuar për atë që ju dhe Lulja bëte për mua atë ditë. Pati një pauzë të gjatë nga ana tjetër e linjës. Nuk ishte asgjë, zotëri. Ishte vetëm një moment, ne nuk bëm asgjë të veçantë. Ishte e veçantë për mua, këmbënguli Dritani. Ju lutem. Vetëm një kafe. Mund të vi unë ku të jetë më e përshtatshme për ju. Një tjetër pauzë. Dritani mund të dëgjonte zëra fëmijësh në sfond, përfshirë të qeshurën e pagabueshme të Lules. Valbona pshertiu lehtë. Nuk e di nëse është ide e mirë, zoti Dritan. Kam lexuar për ju nëpër gazeta, e di kush jeni. Ne jetojmë në botë shumë të ndryshme. Dritani ndjeu refuzimin e afërt dhe nxitoi të fliste. E di që jetojmë. Por ishte saktësisht për këtë arsye që ai moment ishte aq i rëndësishëm. Ti nuk më trajtove sikur të isha ndryshe. Ti thjesht u tregove e sjellshme, pa pritur asgjë në këmbim. Kjo është e rrallë, Valbona. Shumë e rrallë. Më shumë heshtje. Pastaj, më në fund, ajo pshertiu përsëri. Në rregull. Është një shesh afër shtëpisë sime në kombinat. Sheshi Skënderbej ose një park lokal. Lulja ka dëshirë të luaj aty të shtunave në mëngjes. Nëse dëshironi, mund të na takoni aty. Por vetëm për të biseduar, dakord? Perfekte, tha Dritani me zemrën që i rrite fort. Të shtunën atëherë. Në çfarë ore? Në 10 të mëngjesit, u përgjigj ajo. Dhe zoti Dritan, ju lutem, mos sillni asgjë të shtrenjtë apo që bie në sy. Është një shesh i thjeshtë, në një lagje të thjeshtë. Ne nuk duam të tërheqim vëmendje. Dritani pranoi menjëherë dhe mbylli telefonin me një buzëqeshje në fytyrë për herë të parë pas javësh. Teuta, që po kalonte nëpër sallon në atë moment, ndaloi dhe shikoi të birin me surprizë dhe dyshim. Çfarë ishte kjo? Pyeti ajo. Kush ishte? Vetëm një mik, nën, u përgjigj Dritani shkurt. Lash të takohemi të shtunën. Teuta mblodhi vetullat. Të takoheni, përsëriti ajo. Dritan, ti mezi ke dal nga shtëpia. Kjo është mirë, por kush është ky mik? Dikush që unë e njoh. Askush që ti njeh, tha Dritani, duke kthyer karrigen drejt dhomës. Vetëm dikush që e njoha kohët e fundit. Teuta mbeti aty duke qëndruar, duke vëzhguar të birin ndërsa largohej me atë shprehje llogaritëse që paralajmëronte gjithmonë diçka. Ajo nuk i pëlqente surprizat dhe qartësisht, ajo telefonat kishte qenë një e tillë. E shtuna u gdhi me diell dhe e ngrohtë. Dritani i kërkoi shoferit ta çonte deri në kombinat, një lagje punëtore në periferi të qytetit, shumë larg adresave të sofistikuara që ai frekuentonte. Kur arritën në sheshin e lagjes, Dritani i kërkoi shoferit të priste në një distancë diskrete. Ai nuk donte që Valbona të ndiej e intimiduar. Sheshi ishte i thjeshtë, por i mirë mbajtur. Kishte disa lodra fëmijësh të vjetruara nga koha, stola betoni në pemë hije plota dhe një fushë futbolli ku disa fëmijë luanin me top. Dritani pa Valbonën të ulur në një nga stolat, e veshur me xhinse dhe një bluzë të thjeshtë pambuku, duke vëzhguar Lulen që luante në rëshitse. Kur ajo vuri re afrimin e Dritanit, u ngrit dukshëm nervoze. Mirëmëngjes, tha Dritani duke u afruar. Mirëmëngjes, zoti Dritan, u përgjigj ajo zyrtarisht. Ju lutem, vetëm Dritan, kërkoi ai. Zoti Dritan më bën të ndjehem i vjetër. Valbona dha një buzëqeshje të vogël dhe u ul përsëri. Dritani pozicionoi karrigen e tij pranë stolit, falënderues për rampën e aksesueshmërisë që bashkia kishte instaluar në shesh. Lulja, kur pa Dritanin, la rëshitsen dhe vrapoi drejt tij, me sytë që i shkëlqenin nga njoja. Ti e burri i festës, bërtiti ajo e eksituar. Të pëlqeu vizatimi im? Dritani buzëqeshi sinqerisht. Më pëlqeu shumë, Lule. Është i ruajtur në një vend shumë të veçantë në shtëpinë time. Vajza përplasi duart nga gëzimi dhe pastaj, pa ceremoni, u ngjit në prerin e Dritanit sikur të ishin miq të vjetër. Valbona nxitoi ta hiqte. Lule, nuk mund ta bësh këtë. Zbrit që andej tani. Por Dritani tundi kokën. Çdo gjë është në rregull, Valbona. Nuk më prish punë. Në fakt, është mirë.
Lulja mbeti e ulur rehat në prerin e tij, duke lëkundur këmbët dhe duke treguar për lodrat e saj të preferuara, vizatimet e animuara që kishte parë atë mëngjes dhe se si kishte bërë petulla me mamin për mëngjes. Dritani e dëgjonte të gjithën me vëmendje të vërtet, duke bërë pyetje dhe duke qeshur me historitë e saj pa shumë kuptim. Valbona vëzhgonte ndërveprimin me një shprehje që përziente butësinë dhe kujdesin. Pas pak minutash, Lulja u lodh duke biseduar dhe kërceu nga preri i Dritanit për t'u kthyer te lodrat. Mbetën vetëm Dritani dhe Valbona në një heshtje që nuk ishte e pakëndshme, thjesht e mbushur me gjëra të pathëna. Faleminderit që erdhe, tha Dritani më në fund. E di që duhet të jetë dukur e çuditshme, një i panjohur që telefonon dhe kërkon të shoh. Valbona shikoi duart e saj në preher. Po thuaj se nuk erdha, pranoi ajo. Mendova se mbase ishte më mirë t'i linim gjërat siç ishin. Por Liria tha se zotëria që ti dukeshe i sinqert. Dhe Lulja u gëzua shumë kur i thash se do të shinim burrin e festës. Dritani buzëqeshi. Ajo është e veçantë, vajza jote. Shumë e zgjuar dhe e dashur. Ajo është gjithçka për mua, tha Valbona me zë të butë por të fortë. Çdo gjë që bëj është për të. Liria më tregoi se ti erit atë vetëm, tha Dritani me kujdes. Duhet të jetë e vështirë. Valbona u tensionua për një moment, por pastaj u qetësua. Është e vështirë, pranoi ajo. Por është edhe një bekim. Lulja më shpëtoi nga shumë gjëra. Më dha një qëllim kur kisha më shumë nevojë. Ajo nuk u zgjat dhe Dritani nuk e presionoi. Ata mbetën në heshtje përsëri, duke vëzhguar Lulen që luante me fëmijë të tjerë në shesh. Ishte Valbona ajo që foli e para këtë herë. Pse deshe vërtet të më shije, Dritan, pyeti ajo drejt për drejt. Nuk ishte vetëm për të më falënderuar, apo jo? Dritani mendoi me kujdes përgjigjen e tij. Nuk e di saktësisht, tha ai me sinqeritet. Por atë ditë, kur gjithçka po shembej, ti dhe Lulja më treguat se ekziston ende mirësi e vërtet në botë. Se jo çdo gjë është e humbur. Kisha nevojë t'ju shija përsëri, të kuptoja më mirë kush është gruaja që arriti të më bënte të ndjeja diçka përveç zemërimit dhe vetëmëshirimit. Valbona e shikoi atë me ata sy të errët dhe depërtues. Unë e pash çfarë ndodhi atë ditë, tha ajo butësisht. Të gjithë e pan. Dhe e di që po kalon shumë gjëra. Por Dritan, unë nuk mund të jem shpëtimi yt. Unë mezi arrit të mbaj jetën time në binar. Nuk po të kërkoj të më shpëtosh, tha Dritani shpejt. Vetëm doja të njiha më mirë. Të isha miku yt nëse më lejon. Valbona studioi fytyrën e tij për një moment të gjatë, sikur po përpiqej të vendoste nëse mund t'i besonte atij. Më në fund, ajo pëshertiu. Miq atëherë. Por kam nevojë që ti të kuptosh disa gjëra. Unë nuk kam para. Nuk kam lidhje shoqërore. Unë punoj fort çdo ditë vetëm për të paguar qiran dhe për të vënë ushqim në tavolinë. Nëse po kërkon dikë që të argëtoj apo të bëj të ndjehesh më mirë me veten, unë nuk jam personi i duhur. Dritani ndjeu forcën e atyre fjalëve, dinjitetin e egër pas tyre. E kuptoj, tha ai. Dhe e respektoj këtë. Shumë. Ata biseduan edhe për një orë tjetër, duke shkëmbyer historitë e jetëve të tyre aq të ndryshme. Valbona tregoi për rritjen në Tiranë, vajza e një rrobaqepseje dhe një shoferi autobusi që bënin gjithçka për t'i dhënë asaj një edukim të mirë. Ajo kishte studiuar administrim biznesi në një fakultet privat me bursë të plotë, duke ëndërruar të punonte në kompani të mëdha. Por jeta kishte plane të tjera. Ajo mbeti shtatzën në moshën 24 vjeçare, në një marrëdhënie që ajo mendonte se ishte solide. Baba i Lules, shpjegoi Valbona me zë neutral, duke të ishte një burr i mirë. Ne dolëm bashk. Për 2 vjet. Ai thoshte se më donte, se donte të ndërtonte një familje me mua. Por kur mbeta shtatzën, gjithçka ndryshoi. Ai filloi të bëhej i largët, duke gjetur justifikime për të mos më parë. Kur isha 7 muajshe, ai thjesht u zhduk. Mori çfarë kishte me vlerë në llogarinë tonë të përbashkët dhe iku. Nuk e pash më kurrë. Dritani ndjeu zemërim të rritej brenda tij duke dëgjuar këtë. Si mundet dikush ta bëj këtë, tha ai me zë të tensionuar. Të braktis vajzën e tij. Valbona ngriti supet, por Dritani pa dhimbjen e vjetër në sytë e saj. Ndodh më shpesh nga sa e imagjinon.
Në fillim, hyra në panik. Isha vetëm, 7 zënë, pa para. Por pastaj lindi Lulja dhe gjithçka u bë e qartë. Duhej të isha e fortë për të. Kështu bëra. Gjeta punë ku munda, jetova me nënën time derisa munda të merrja një vend tonin me qira dhe vazhdova përpara. Ti je jashtëzakonshme, tha Dritani me admirim të vërtetë. Valbona tundi kokën. Unë bëra vetëm atë që çdo nën do të bënte. Mbijetova. Ata qëndruan aty deri në mesditë, kur Lulja filloi të ankohej për uri. Valbona u ngrit duke thënë se duhej të iknin. Dritani nuk donte që ai moment të mbaronte, por respektoi kufijtë e saj. Mund të shoh përsëri, pyeti ai. Mbaset ju nxjerr për drek ndonjë ditë? Valbona nguroi. Dritan, nuk dua që ti të ndjehesh sikur duhet ta bësh këtë. Ti nuk më detyrohesh asgjë. E di që nuk të detyrohem, tha Dritani. Por dua. Ju lutem. Lulja, duke dëgjuar bisedën, kërceu e gëzuar. Mund të shkojmë te pizzeria, mami? Ajo që ka akullore. Valbona shikoi të bien dhe pastaj Dritanin. Ajo mund të shihte sinqeritetin në sytë e tij. Në rregull, tha ajo më në fund. Por asgjë shumë të shtrenjtë apo që bie në sy. Dhe ne paguajmë pjesën tonë. Dritani donte të kundërshtonte, por pa vendosmërinë në fytyrën e Valbonës dhe e dinte që të këmbëngulte do të ishte një gabim. U bë, tha ai. Në ditët që pasuan, Dritani dhe Valbona filluan të shiheshin rregullisht. Gjithmonë takime të thjeshta, në vende të aksesueshme dhe pa pretendime. Një pizzeri në lagjen e saj, parku i liçenit artificial ku Lulja adhuronte të ushqente rosat, një pastiqeri modeste në bulevard. Dritani zbuloi se i pëlqente ajo thjeshtësi. Nuk kishte aktrime, nuk kishte pritshmëri sociale. Ishte vetëm ai, Valbona dhe Lulja, duke ndarë momente të vërteta. Valbona, nga ana e saj, filloi ta shihte Dritanin përtej karriges me rrota, përtej biznesmenit të pasur që ai ishte. Ajo pa një burr inteligjent, qesharak, me opinione të forta për politikën dhe futbollin, që adhuronte muzikën popullore të vjetër dhe kishte një njohuri surprizuese për arkitekturën. Lulja e adoptoi plotësisht, duke e thirrur Xhaxhi Dritani dhe duke këmbëngulur që ai të merrte pjesë në lojrat e saj. Teuta, megjithatë, po bëhej gjithnjë e më dyshuese. Ajo vinte re ndryshimet të djali i saj, shkëlqimin e ri në sytë e tij, mënyrën se si kontrollonte telefonin vazhdimisht. Kur ajo pyeste se me kë po dilte aq shumë, Dritani jepte përgjigje të vagëta. Kjo vetëm sa e intensifikonte kuriozitetin dhe shqetësimin e saj. Ishte Carlo, shoferi i Dritanit, ai që përfundoi duke i treguar të vërtetën Teutës. Jo nga ligësia, por sepse ajo e presionoi drejt për drejt, duke përdorur tonin e saj autoritar që pak njerëz mund t'i rezistonin. Carlo tregoi për udhëtimet në kombinat, për gruan e re me një vajzë të vogël, për takimet në vende të thjeshta. Teuta u tërbua, por e fsheu mirë. Ajo ishte një grua me përvojë në lojrat e pushtetit dhe e dinte që një qasje direkte vetëm sa do ta largonte Dritanin. Në vend të kësaj, ajo filloi të hetonte në mënyrë diskrete. Punsoi një detektiv privat për të zbuluar gjithçka për Valbona Berishën. Kush ishte ajo, nga vinte, cila ishte situata e saj financiare. Teuta kishte nevojë të dinte se me kë po ngatërohej i biri. Raporti erdhi një javë më vonë. Valbona Berisha, 28 vjeç, nën e vetme, punëtore eventesh dhe pastruese. Histori financiare modeste, pa borxhe domethënëse, por edhe pa kursime. Baba i vajzës së saj, Kreshnik Zeka, ishte zhdukur kur ajo ishte shtatzën, duke boshatisur llogarinë e tyre bankare të përbashkët. Nuk kishte asgjë kriminale apo skandaloze në të kaluarën e Valbonës. Ajo ishte saktësisht ajo që dukej, një grua e zakonshme që punonte fort për të mbajtur të bien. Kjo nuk e qetësoi Teutën. Në fakt, vetëm sa i përkeqësoi shqetësimet e saj. Ajo e shihte Valbonën si një kërcënim, dikë që mund të përfitonte nga cenueshmëria e Dritanit. Teuta filloi të planifikonte, duke menduar për mënyra se si ta largonte atë grua para se ajo të rrënjosej shumë thellë në jetën e djalit të saj. Ndërkohë, Dritani dhe Valbona vazhdonin të afroheshin. Ishte gjatë një shëtitjeje në parkun e madh të Tiranës, në një pasdite të qetë të diele, kur Dritani kuptoi se ajo që ndjente për Valbonën shkonte shumë përtej miqësisë. Ata ishin ulur në një stol ndërsa Lulja vraponte pas pëllumbave, duke qeshur me zë të larë.
Valbona po tregonte një histori për një klient veçanërisht të vështirë në eventin e fundit ku kishte punuar, duke bërë zëra qesharak që imitonin njerëzit. Dritani u kap duke e parë atë mënyrën se si sytë e saj shkëlqenin kur qeshte, kur bën delikate të qafës së saj, forcën dhe brishtësinë që bashkëjetonin te ajo. Ai po dashurohej. Profundësisht dhe në mënyrë të pakthyeshme po dashurohej. Valbona e vuri re shikimin e tij dhe ndaloi së foluri në mes të historisë. Çfarë? Pyeti ajo, pa pritur e turpshme. Kam diçka në fytyrë? Jo, tha Dritani butësisht. Ti je perfekte. Pati një moment heshtjeje të ngarkuar mes tyre. Valbona uli syt, faqet e saj u skuqën lehtë. Dritan. Filloi ajo, por u ndërprej nga lulja që vrapoi mbrapsht te ata, e gjitha e gëzuar sepse kishte parë një pallua. Momenti kaloi, por diçka kishte ndryshuar. Të dy e ndjenin, por asnjëri prej tyre nuk ishte gati ta emërtonte apo ta ballafaqonte. Atë natë, Teuta më në fund vendosi të vepronte. Ajo caktoi një takim me Valbonën pa e ditur Dritani. Liria, pronarja e agjencisë së eventeve, pa dashje e lehtësoi këtë kur Teuta telefonoi duke thënë se kishte nevojë të punësonte një ekip për një event bamirësie dhe kërkoi specifikisht Valbonën. Kur Valbona arriti në adresën e dhënë, ajo zbuloi se nuk ishte një vend eventi, por shtëpia e Teuta Krasniqit. Vetë Teuta e priti, elegante dhe intimiduese në sallonin e saj luksos me pamje nga qyteti. Zonjusha Berisha, tha Teuta me zë të ftohtë por të sjellshëm. Ju falenderoj që erdhët. Ju lutem, u luni. Ne duhet të flasim për djalin tim. Valbona ndjeu një rëqethje t'i përshkonte shtyllën kurrizore kur hyri në shtëpinë e Teuta Krasniqit. Gjithçka aty bërtiste pasuri dhe pushtet, nga dyshemeja me mermer italian e deri te veprat e artit në mure që mbase vlenin më shumë se sa ajo do të fitonte në gjithë jetën e saj. Pamja panoramike e Tiranës përmes dritareve nga dyshemeja deri në tavan të linte pa frym, por Valbona nuk mund ta vlerësonte bukurinë. Ajo ishte e tensionuar, duke ndjerë se kishte rënë në një kurth. Teuta po e vëzhgonte me ata sy llogaritës, duke vlerësuar çdo detaj. Ju lutem, u luni, përsëriti ajo, duke treguar një divan lëkure të bardhë që mbase kushtonte më shumë se makina e Valbonës. Valbona mbeti në këmbë. Me gjithë respektin, zonja Krasniqi, tha ajo me zë të fortë pavarësisht nervozizmit që ndjente, unë erdha këtu duke menduar se ishte për një punë. Nëse zonja juaj dëshiron të flasë. Për Dritanin, mendoj se është më mirë të jeni e drejt për drejt. Teuta ngriti një vetull, dukshëm e surprizuar dhe mbase edhe e impresionuar nga guximi i Valbonës. Shumë mirë, tha ajo, me tonin e saj të akull. Do të jem e drejt për drejt atëherë. Ti duhet të largohesh nga djali im. Valbona ndjeu sikur kishte marrë një shuplak në fytyrë. Më falni, tha ajo, duke u përpjekur ta mbante zërin të qetë. Më dëgjove shumë mirë, u përgjigj Teuta, duke ecur drejt një tavoline anësore ku ndodhej një çantë firme. Ajo e hapi dhe nxori një zarf të trash. Unë di gjithçka për ty, Valbona Berisha. E di që je nën e vetme, që punon në disa punë vetëm për të mbijetuar, që jeton në një apartament me qira në kombinat. E di që baba i vajzës tënde të braktisi dhe të mori paratë. Valbona ndjeu zemërimin të rritej brenda saj, por u detyrua të qëndronte e qetë. Dhe pastaj, tha ajo butë. Dhe pastaj, vazhdoi Teuta, duke hapur zarfin dhe duke zbuluar tufa me para, që tipe një mundësi të një burr i cenueshëm dhe po përfiton nga kjo. Djali im sapo ka kaluar fazën më të keqe të jetës së tij. Ai është i brisht, emocionalisht i paqëndrueshëm. Dhe ti shfaqesh me vajzën tënde të vogël e të lezetshme, duke u hequr si bamirëse, kur në fakt je vetëm me sy nga paratë e tij. Fjalët ishin si helm, të zgjedhura me kujdes për të lënduar. Valbona ndjeu lotët e zemërimit t'i digjnin syt, por nuk i la të rrinin. Zonja nuk më njeh, tha ajo, me zërin që i dridhej nga emocioni i përmbajtur. Nuk dini asgjë për mua përveç asaj që është shkruar në ndonjë raport që paguat dik për ta bërë. Teuta buzëqeshi ftohtë. Unë di mjaftueshëm. Dhe e di që njerëzit si ty kanë gjithmonë një çmim. Kështu që le të kursejmë kohë. Ajo hodhi zarfin mbi tavolinën e mesit. Këtu janë 50.000 euro. Më shumë se sa do të fitoje në një vit duke punuar. Merri këto para, zhduku nga jeta e djalit tim, dhe mos e kontakto më kurrë.
Valbona shikoi zarfin sikur të ishte një gjarë për helmues. 50.000 euro. Ishin më shumë para se sa ajo kishte parë ndonjëherë bashkë në jetë. Me ato para, ajo mund të paguante të gjitha borxhet e saj, të jepte një jetë më të mirë lules, mbase edhe të bënte një kurs profesional. Por çdo qindark e atyre parave vinte e mbuluar me poshtërim dhe përbuzje. Jo, tha Valbona thjesht. Teuta puliti syt, qartësisht duke mos e pritur atë përgjigje. Si do të thot jo? Thash jo, përsëriti Valbona me zërin që i bëhej më i fortë. Unë nuk do t'i pranoj parat tuaja. Dhe nuk do të zhdukem nga jeta e Dritanit sepse zonja juaj e urdhëroi. Je arsyeshme, tha Teuta me durimin që qartësisht po i mbaronte. 100.000 atëherë. Është oferta ime e fundit. Valbona bëri një hap drejt Teutës me sytë që i shkëlqenin nga indinjata. Zonja mund të më ofroj 1.000.000 euro dhe përgjigjja ime do të jetë një. Unë nuk jam lloji i personit që zonja mendon se jam. Unë nuk jam me Dritanin përpara. Në fakt, unë u përpoqa të largohesha prej tij disa herë saktësisht sepse e dija që njerëz si zonja juaj do ta mendonin këtë. Teuta kryqëzoi krahët. Atëherë pse je me të? Sepse ai është një burr i mirë, u përgjigj Valbona me sinqeritet. Sepse ai e trajton vajzën time me mirësi. Sepse kur ai më shikon mua, nuk sheh dik inferior apo dik për të pasur mëshirë. Ai më sheh si një person. Dhe kjo është më e vlefshme se çdo shumë që zonja juaj mund të më ofrojë. Pati një heshtje të tensionuar në sallë. Teuta po studionte Valbonën me një shprehje që përziente surprizën dhe diçka që mund të ishte respekt ngurues. Ti je më e zgjuar nga sa mendova, tha ajo më në fund. Por je edhe më e pamend. Ti mendon se mund të kesh një të ardhme me djalin tim? Ti mendon se do të pranohesh në botën tonë, në rrethin tonë shoqëror? Ata do të shkatërrojnë, vajzë. Do të flasin për ty pas krave, do të qeshin me rrobat e tua, me mënyrën tënde të folurit, me gjithçka. Dhe përfundimisht Dritani do të lodhet nga kjo novel romancash të pamundura dhe do të kthehet të dikush i nivelit të tij. Valbona ndjeu çdo fjalë si një therrje thike, kryesisht sepse një pjesë e saj kishte frikë se Teuta kishte të drejtë. Por ajo nuk e la këtë të shfaqej. Mbase zonja juaj ka të drejtë, tha ajo. Mbase asgjë nga kjo nuk zgjat. Por ky është vendimi im dhe i Dritanit, jo i zonjës suaj. Dhe nëse një ditë ai vendos që nuk më do më në jetën e tij, unë do ta pranoj dhe do të vazhdoj përpara. Por nuk do të jetë sepse zonja juaj bleu largimin tim. Teuta ngushtoi syt. Do të pendohesh për këtë. Mbase u përgjigj Valbona. Por të paktën do të pendohem për zgjedhjet e mia, jo për tuaja. Me këtë, Valbona u kthye dhe doli nga shtëpia, me këmbët që i dridheshin por me kokën lart. Vetëm kur hyri në ashensor dhe dyert u mbyllën, ajo lejoi që lotët të rridhnin. Ajo qau gjithë rrugës së kthimit për në shtëpi, një përzierje zemërimi, frike dhe trishtimi. Një pjesë e saj donte të telefononte Dritanin dhe t'i tregonte gjithçka. Një pjesë tjetër donte thjesht të zhdukej, të ikte para se gjithçka të bëhej më e komplikuar. Por kur arriti në shtëpi dhe pa Lulen duke fjetur në divan, me trupin e saj të vogël të mbledhur me batanien e saj të preferuar, Valbona e diti se çfarë duhej të bënte. Ajo duhej të ishte e fortë. Duhej të vazhdonte përpara. Dhe duhej të besonte se, nëse ajo që ajo dhe Dritani kishin ishte e vërtet, ata do të gjenin një mënyrë për ta bërë të funksiononte. Ndërkohë, në Selin e Krasniqi Konstruksion, Dritani po kalonte një ditë veçanërisht frustruese. Ai kishte vendosur të kthehej në punë aktive në kompani, i lodhur duke qëndruar në shtëpi duke u ankuar. Por ajo që gjeti kur filloi të rishikonte dokumentet dhe kontratat e la thellësisht të shqetësuar. Kishte mos përputhje në disa projekte. Pagesa që nuk kishin kuptim, kontrata të nënshkruara pa miratimin e tij, vendime të rëndësishme të marra nga ortakët e tij pa e konsultuar. Dritani thiri një mbledhje urgjente me 3 ortakët kryesor të kompanisë, Besnik Lejka, Fatmir Shala dhe Ilir Kelmendi. Të 3 ishin miq të vjetër, njerëz të cilët ai besonte verbërisht. Ose të paktën mendonte se besonte. Mbledhja nuk shkoi mirë. Kur Dritani pyeti për parregullsitë, ortakët u mbrojtën. Besniku, më i moshuari nga të 3, u përpoq ta qetësonte duke thënë se ishin vetëm rregullime të nevojshme ndërsa ai po rikuperohej.
Fatmiri ra dakord, duke shtuar se ata po përpiqeshin vetëm ta mbanin kompaninë në punë pa e mbingarkuar atë. Por Dritani nuk ishte i bindur. Ai dinte mjaftueshëm për biznesin për të kuptuar kur po e gënjenin. Dhe kishte diçka në shikimet e shkëmbyra mes tre ortakëve që e shqetësonte thellësisht. Vendosi që duhej të hetonte më thellë. Atë natë, Dritani telefonoi Valbonën siç bënte çdo natë, por ajo nuk u përgjigj. Ai u përpoq përsëri një orë më vonë. Asgjë. Filloi të shqetësohej. Valbona i përgjigjej gjithmonë telefonatave të tij, edhe nëse ishte vetëm për të thënë se ishte e zënë dhe do ta telefononte më vonë. Më në fund, rreth orës 10 të natës, telefoni i tij ra. Ishte ajo. Valbona, tha ai i lehtësuar. Isha i shqetësuar. Çdo gjë është në rregull. Pati një pauzë të gjatë. Dritan, ne duhet të flasim, tha ajo me zë të lodhur. Zemra e Dritanit u fundos. Ato fjalë nuk paralajmëronin kur asgjë të mirë. Për çfarë, pyeti ai, duke u përpjekur ta mbante zërin të qetë. Nëna jote më thirri sot, tha Valbona direkt. Ajo më ofroi para për të zhdukur nga jeta jote. Dritani ndjeu zemërimin të shpërthente brenda tij. Ajo bëri çfarë? Valbona tregoi gjithçka, çdo detaj të bisedës poshtëruese me Teutën. Dritani dëgjonte në heshtje, me nofullën e tensionuar, duart e shtrënguara grusht. Kur ajo mbaroi, ai po dridhej nga zemërimi. Unë do të flas me të, tha ai me zë rrezikshëm të ulët. Do ta zgjidh këtë tani. Dritan, tha Valbona butësisht. E di që je i zemëruar. Edhe unë jam. Por nëna jote është nëna jote. Nuk dua të shkaktoj një sherr mes jush. Ajo nuk kishte asnjë të drejtë ta bënte këtë, tha Dritani. Asnjë të drejtë. E di, ra dakord Valbona. Por ajo po përpiqet të mbrojë në mënyrën e saj. Ajo mendon se unë nuk jam mjaftueshëm e mirë për ty dhe mbase ajo ka të drejtë. Mos e thuaj këtë, tha Dritani prerë. Mos i lër fjalët e saj helmuese të hyjnë në kokën tënde. Ti je personi më i mirë që kam njohur në shumë kohë, Valbona. Më e vërteta. Dhe unë nuk do të lejoj askënd, as nënën time, të heqë nga jeta ime. Valbona heshti për një moment. Dritan, je i sigurt për këtë? Sepse gjërat do të bëhen më të vështira. Familja jote, miqtë e tu, të gjithë do të mendojnë të njëjtën gjë si nëna jote. Jam i sigurt, tha Dritani pa hezituar. Më i sigurt se sa kam qenë për çdo gjë në jetën time. Pasi mbylli telefonin, Dritani u ballafaqua me nënën e tij menjëherë. Ajo ishte në sallonin e shtëpisë së saj, duke pirë një çaj dhe duke lexuar një revistë dekorimi. Kur pa të birin të hynte me atë shprehje të tërbuar, ajo e dinte tashmë se për çfarë bëhej fjalë. Ajo të tregoj atëherë, tha Teuta me qetësi, pa i ngritur as syt nga revista. Si munde, tha Dritani, me zërin e kontrolluar por të mbushur me zemërim. Si munde ta poshtëroja atë në atë mënyrë? Teuta më në fund e shikoi atë. Bëra atë që çdo nën do të bënte. Mbrojta djalin tim nga dikush që qartësisht po përfiton prej tij. Ajo nuk po përfiton prej meje, bërtiti Dritani. Ajo është i vetmi person që më trajton si një qenie njerëzore normale në vend të një viktime apo një projekti bamirësie. Ti je i verbër, Dritan, tha Teuta, duke u ngritur. Ajo grua pa një mundësi arriteti një burr i pasur, i cenueshëm, i uritur për vëmendje. Ajo hodhi vajzën në mes për të zbutur zemrën dhe funksionoi perfekt. Mjaft, tha Dritani me zë të fortë. Nuk do të dëgjoj më këtë. Valbona i refuzoi parat e tua, nën. Ajo të përzuri me ofertën tënde të ndyrë. Kjo nuk të thot asgjë? Teuta heshti për një moment, dukshëm e surprizuar. Ajo nuk ma tregoi këtë, pranoi Dritani. Sepse ajo është person më i mirë se sa ti mendon, tha Dritani. Dhe unë do të vazhdoj ta shoh atë, me ose pa miratimin tënd. Nëse vazhdon me atë grua, tha Teuta ftohtë, do të pendohesh. Dhe kur kjo të ndodh, mos hajde të më kërkosh ndihmë. Dritani shikoi nënën e tij, vërtet e shikoi atë, mbase për herë të parë pas shumë kohësh. Dhe kuptoi se nuk e njihte aq mirë sa mendonte. Kishte diçka në sytë e saj, një ashpërsi, një ftohtësi që ai nuk e kishte vënë re kur më parë.
ose mbase kishte qenë gjithmonë aty dhe ai thjesht kishte zgjedhur të mos e shihte. Ai doli nga shtëpia pa thënë asgjë më shumë. Marrëdhënia mes nënës dhe djalit, që kishte qenë gjithmonë aq e ngushtë, ishte thyer në mënyrë të pakthyeshme. Ditët pasardhëse ishin të tensionuara. Dritani u zhyt thellë në hetimin e punëve të kompanisë dhe ajo që zbuloi e la të shokuar. Kishte prova për përvetësim fondesh, kontrata mashtruese dhe vendime që qartësisht dëmtonin kompaninë në favor të përfitimeve personale të ortakëve. Por ajo që e tronditi më shumë ishte zbulimi se Teuta ishte në dijeni të gjithçkaje. Ajo kishte nënshkruar disa nga dokumentet, kishte miratuar disa nga transaksionet. Kur Dritani u ballafaqua me ortakët me provat, situata shpërtheu. Pati britma, akuza, kërcënime. Besniku pranoi se po, ata kishin bërë disa rregullime, por këmbënguli se ishte për të mirën e kompanisë. Fatmiri ishte më agresiv, duke thënë se Dritani nuk ishte në gjendje ta menaxhonte kompaninë vetëm dhe se ata po bënin vetëm atë që ishte e nevojshme. Ishte Iliri ai që hodhi bombën. Ti mendon se aksidenti yt ishte vetëm fat i keq, Dritan, tha ai me zë të hidhur. Ti mendon se ishte vetëm rastësi? Dritani u ngri. Për çfarë po flet? Iliri shikoi dy ortakët e tjerë, të cilët u përpoqën ta heshtnin, por ai vazhdoi. Ai helikopter u sabotua, Dritan. Dikush preku sistemet. Ti nuk duhej të mbietoje. Bota e Dritanit u shemb në atë moment. Ju, përshpëriti ai, mezi duke arritur të formonte fjalët. Ju u përpoqët të më vrisnin. Nuk ishte për të vrarë, nxitoi të thoshte besniku. Ishte vetëm për të larguar pak, të bënim të përqendroheshe në gjëra të tjera ndërsa ne ristrukturonim kompaninë. Askush nuk priste që të bëhej aq serioze. Dritani nuk mund ta besonte atë që po dëgjonte. Ortakët e tij, njerëz që ai konsideronte miq, kishin orkestruar aksidentin e tij. Aksidentin që e la paraplegjik, që shkatërroi jetën e tij, që e bëri të humbiste blerinën. Dilni jashtë, tha ai me një zë tmerrësisht të qetë. Dilni nga kompania ime tani. Nesër në mëngjes, avokatët e mi do të nisin të gjitha veprimet e mundshme kundër jush. Dhe unë do të sigurohem personalisht që të gjithë ju të paguani për atë që bëtë. Tre ortakët u përpoqën të argumentonin, por Dritani thiri sigurimin dhe i nxori jashtë ndërtesës. Kur më në fund mbeti vetëm në zyrën e tij, ai u thye. Jo fizikisht, por emocionalisht. Gjithçka që ai mendonte se dinte për jetën e tij, për njerëzit rreth tij, ishte një gënjeshtër. Ai telefonoi Valbonën, duke pasur nevojë dëshpërimisht të dëgjonte zërin e saj. Ajo u përgjigj në zilen e parë. Dritan, çfarë ndodhi? Je mirë? Jo, tha ai sinqerisht. Nuk jam mirë. Mund të shoh? Ju lutem. Valbona nuk hezitoi. Sigurisht. Ku je? Një orë më vonë, ajo ishte në zyrën e tij. Dritani tregoi gjithçka, çdo detaj të tmerrshëm. Valbona dëgjonte në heshtje, dora e saj mbante të tijen, prezenca e saj ishte e vetmja pikë ankorimi që e pengonte atë të humbiste plotësisht. Kur ai mbaroi, ajo nuk tha se çdo gjë do të bëhej mirë apo se ai duhej të shihte anën pozitive. Ajo thjesht e përqafoi, duke e lënë atë të mbështetej tek ajo, lotët e tij njohnin shpatullën e saj. Dhe në atë moment, Dritani e diti me siguri absolute se ishte plotësisht i dashuruar me atë grua. Por jeta nuk kishte mbaruar së luajturi surprizat e saj mizore. 2 ditë më vonë, Valbona mori një njoftim gjyqësor që e la në panik. Kreshnik Zeka, baba i Lules që ishte zhdukur 4 vjet më parë, po e padiste atë për kujdestarinë e vajzës. Valbona nuk mund ta kuptonte. Kreshniku nuk kishte shfaqur kur asnjë interes për Lulen. Ai nuk kishte dërguar kur asnjë qindark pensioni, nuk kishte telefonuar kur, nuk kishte pyetur kur se si ishte ajo. Dhe tani, pa pritur, ai donte kujdestarinë. Kur ajo shikoi më nga afër dokumentet, pa emrin e avokatit të Kreshnikut. Ishte një zyrë avokatie e shtrenjtë, e llojit që Kreshniku nuk mund ta paguante kurrë. Dhe pastaj ajo pa nënshkrimin në një nga dokumentet si dëshmitare e karakterit të Kreshnikut, Teuta Krasniqi. Valbona ndjeu tokën ti ikte nën këmbë. Teuta po financonte Kreshnikun, duke e ndihmuar atë t'i merrte Lulen asaj. Ishte një lëvizje mizore dhe e llogaritur.
Nëse Valbona nuk ishte para për të arritur vajzën siç duhej, nëse ajo po punonte shumë dhe po e linte vajzën me kujdestare, një gjykatës mund të vendoste që babai, tani gjoja i qëndrueshëm dhe me burime, do të ishte një opsion më i mirë. Valbona telefonoi dritanin menjëherë, me zërin që i dridhej nga frika dhe zemërimi. Kur ajo tregoi se çfarë po ndodhte, dritani ndjeu një tërbim siç nuk kishte ndjer kurrë më parë. Nëna e tij po përdorte një fëmijë të pafajshëm si gurshahu në lojën e saj të pushtetit. Ai shkoi direkt te shtëpia e Teutës, duke hyrë pa i rënë as ziles. Ajo po darkonte vetëm, elegante si gjithmonë, kur ai hyri në dhomën e ngrënies si një uragan. Shkove shumë larg, tha ai, duke hedhur dokumentet e procesit mbi tavolinë. Një fëmijë, nën. Po përdor një fëmijë për të më manipuluar. Teuta shikoi dokumentet pa shfaqur surprizë. Po e ndihmoj atë fëmijë të ketë një jetë më të mirë, tha ajo qetësisht. Kreshniku është babai i saj. Ai ka të drejtë të jetë në jetën e vajzës. Kreshniku është një frikacak që braktisi vajzën e tij, bërtiti dritani. Dhe ti e di këtë. Po e përdor atë për të shkatëruar Valbonën, për ta nxjerrë nga jeta ime. Por nuk do të funksionoj, nën. Vetëm do të bëj që unë të urrej. Teuta më në fund shfaqi emocion. Fytyra e saj u drodh nga një shprehje dhimbjeje. Unë jam nëna jote, dritan. Çdo gjë që bëj është për ty. Jo, tha dritani me zë të ftohtë. Çdo gjë që bën është për veten tënde. Për kontroll. Për pushtet. Dhe unë nuk do të lë më ta manipulosh jetën time. Ai u kthye për të dalë, por Teuta e thirri. Nëse më largon për shkak të asaj gruaje, do të humbasësh gjithçka. Kompaninë, statusin tënd shoqëror, gjithçka. Dritani ndaloi te dera dhe shikoi prapa. Atëherë ashtu qoftë, tha ai. Sepse asgjë nga këto nuk vlen nëse duhet të bëhem dikush si ti. Fjalët e goditën Teutën si një shupllak. Ajo mbeti aty e ulur, vetëm në shtëpinë e saj luksoze, ndërsa djali që ajo mendonte se e kontrollonte plotësisht po dilte nga jeta e saj. Dritani shkoi direkt te apartamenti i Valbonës. Ajo hapi derën me sytë e skuqur nga lotët, lulja po flinte në krahët e saj. Unë do të ndihmoj, tha dritani menjëherë. Do të punësoj avokatët më të mirë. Do të bëj çfarëdo që të duhet që ti të mos e humbasësh lulen. Valbona tundi kokën. Dritan, nuk mund ta pranoj këtë. Është shumë. Nëna jote, kompania, tani kjo. Nuk dua ta shkatërroj jetën tënde. Ti nuk po shkatëron asgjë, tha dritani, duke u ulur në gjunjë pranë karriges së saj për të qenë në lartësinë e syve të saj. Jeta ime ishte tashmë e shkatëruar para se të njihja ty ti ishe ajo që fillove të më ndihmoje ta rindërtoja. Dhe tani është radha ime të ndihmoj ty. Valbona e shikoi atë, mbrojtja e saj më në fund po shembej. Kam aq shumë frikë, pranoi ajo. Frikë se mos humbas vajzën time. Frikë se mos ti kupton që nëna jote ka të drejtë dhe që unë nuk e vlej gjithë këtë problem. Dritani mori fytyrën e saj mes duarve. Më shiko mua, tha ai butësisht. Ti vlen gjithçka. Çdo sekond, çdo problem, çdo betejë. Dhe ne do ta fitojmë këtë bashk, më dëgjon? Bashk. Dhe pastaj, për herë të parë, dritani puthi Valbonën. Ishte një puthje e mbushur me premtime, me frikëra të ndara, me shpresë kundër të gjitha gjasave. Kur u ndan, të dy kishin lot në sy, por edhe diçka tjetër. Kishin vendosmëri. Betejë sapo kishte filluar. Por për herë të parë pas shumë kohësh, asnjëri prej tyre nuk ndjehej vetëm për ta përballuar atë. Valbona ndjeu një rrëqetje t'i përshkonte shtyllën kurrizore kur hyri në shtëpinë e Teuta Krasniqit. Gjithçka aty bërtiste pasuri dhe pushtet, nga dyshemeja me mermer italian e deri te veprat e artit në mure që mbase vlenin më shumë se sa ajo do të fitonte në gjithë jetën e saj. Pamja panoramike e Tiranës përmes dritareve nga dyshemeja deri në tavan të linte pa frym, por Valbona nuk mund ta vlerësonte bukurinë. Ajo ishte e tensionuar, duke ndjerë se kishte rënë në një kurth. Teuta po e vëzhgonte me ata sy llogaritës, duke vlerësuar çdo detaj. Ju lutem, u luni, përsëriti ajo, duke treguar një divan lëkure të bardhë që mbase kushtonte më shumë se makina e Valbonës. Valbona mbeti në këmbë.
Me gjithë respektin, zonja Krasniqi, tha ajo me zë të fortë pavarësisht nervozizmit që ndjente, unë erdha këtu duke menduar se ishte për një punë. Nëse zonja juaj dëshiron të flasë për dritanin, mendoj se është më mirë të jeni e drejt për drejt. Teuta ngriti një vetull, dukshëm e surprizuar dhe mbase edhe e impresionuar nga guximi i Valbonës. Shumë mirë, tha ajo, me tonin e saj të akull. Do të jem e drejt për drejt atëherë. Ti duhet të largohesh nga djali im. Valbona ndjeu sikur kishte marrë një shuplak në fytyrë. Më falni, tha ajo, duke u përpjekur ta mbante zërin të qetë. Më dëgjove shumë mirë, u përgjigj Teuta, duke ecur drejt një tavoline anësore ku ndodhej një çantë firme. Ajo e hapi dhe nxori një zarf të trash. Unë di gjithçka për ty, Valbona Berisha. E di që je nën e vetme, që punon në disa punë vetëm për të mbijetuar, që jeton në një apartament me qira në kombinat. E di që baba i vajzës tënde të braktisi dhe të mori paratë. Valbona ndjeu zemërimin të rritej brenda saj, por u detyrua të qëndronte e qetë. Dhe pastaj, tha ajo butë. Dhe pastaj, vazhdoi Teuta, duke hapur zarfin dhe duke zbuluar tufa me para, që tipe një mundësi të një burr i cenueshëm dhe po përfiton nga kjo. Djali im sapo ka kaluar fazën më të keqe të jetës së tij. Ai është i brisht, emocionalisht i paqëndrueshëm. Dhe ti shfaqesh me vajzën tënde të vogël e të lezetshme, duke u hequr si bamirëse, ku në fakt je vetëm me sy nga paratë e tij. Fjalët ishin si helm, të zgjedhura me kujdes për të lënduar. Valbona ndjeu lotët e zemërimit t'i digjnin syt, por nuk i la të rrinin. Zonja nuk më njeh, tha ajo, me zërin që i dridhej nga emocioni i përmbajtur. Nuk dini asgjë për mua përveç asaj që është shkruar në ndonjë raport që paguat dik për ta bërë. Teuta buzëqeshi ftohtë. Unë di mjaftueshëm. Dhe e di që njerëzit si ty kanë gjithmonë një çmim. Kështu që le të kursejmë kohë. Ajo hodhi zarfin mbi tavolinën e mesit. Këtu janë 50.000 euro. Më shumë se sa do të fitoje në një vit duke punuar. Merri këto para, zhduku nga jeta e djalit tim, dhe mos e kontakto më kurrë. Valbona shikoi zarfin sikur të ishte një gjarë për helmues. 50.000 euro. Ishin më shumë para se sa ajo kishte parë ndonjëherë bashkë në jetë. Me ato para, ajo mund të paguante të gjitha borxhet e saj, të jepte një jetë më të mirë lules, mbase edhe të bënte një kurs profesional. Por çdo qindark e atyre parave vinte e mbuluar me poshtërim dhe përbuzje. Jo, tha Valbona thjesht. Teuta puliti syt, qartësisht duke mos e pritur atë përgjigje. Si do të thot jo? Thash jo, përsëriti Valbona, me zërin që i bëhej më i fortë. Unë nuk do t'i pranoj paratë tuaja. Dhe nuk do të zhdukem nga jeta e dritanit sepse zonja juaj e urdhëroi. I e arsyeshme, tha Teuta, me durimin që qartësisht po i mbaronte. 100.000 atëherë. Është oferta ime e fundit. Valbona bëri një hap drejt Teutës, me sytë që i shkëlqenin nga indinjata. Zonja mund të më ofrojë 1.000.000 euro dhe përgjigjja ime do të jetë e njëjtë. Unë nuk jam lloji i personit që zonja mendon se jam. Unë nuk jam me dritanin për para. Në fakt, unë u përpoqa të largohesha prej tij disa herë saktësisht sepse e dija që njerëz si zonja juaj do ta mendonin këtë. Teuta kryqëzoi krahët. Atëherë pse je me të? Sepse ai është një burr. I mirë, u përgjigj Valbona me sinqeritet. Sepse ai e trajton vajzën time me mirësi. Sepse kur ai më shikon mua, nuk sheh dik inferior apo dik për të pasur mëshirë. Ai më sheh si një person. Dhe kjo është më e vlefshme se çdo shumë që zonja juaj mund të më ofrojë. Pati një heshtje të tensionuar në sallë. Teuta po studionte Valbonën me një shprehje që përziente surprizën dhe diçka që mund të ishte respekt ngurues. Ti je më e zgjuar nga sa mendova, tha ajo më në fund. Por je edhe më e pamend. Ti mendon se mund të kesh një të ardhme me djalin tim? Ti mendon se do të pranohesh në botën tonë, në rrethin tonë shoqëror? Ata do të shkatërrojnë, vajzë. Do të flasin për ty pas krave, do të qeshin me rrobat e tua, me mënyrën tënde të folurit, me gjithçka. Dhe përfundimisht dritani do të lodhet nga kjo novel romancash të pamundura dhe do të kthehet te dikush i nivelit të tij. Valbona ndjeu çdo fjalë si një therrje thike, kryesisht sepse një pjesë e saj kishte frikë se Teuta kishte të drejtë. Por ajo nuk e la këtë të shfaqej. Mbase zonja juaj ka të drejtë, tha ajo.
Mbase asgjë nga kjo nuk zgjat. Por ky është vendimi im dhe i Dritanit, jo i zonjës suaj. Dhe nëse një ditë ai vendos që nuk më do më në jetën e tij, unë do ta pranoj dhe do të vazhdoj përpara. Por nuk do të jetë sepse zonja juaj bleu largimin tim. Teuta ngushtoi sytë. Do të pendohesh për këtë. Mbase u përgjigj Valbona. Por të paktën do të pendohem për zgjedhjet e mia, jo për tuajat. Me këtë, Valbona u kthye dhe doli nga shtëpia, me këmbët që i dridheshin por me kokën lart. Vetëm kur hyri në ashensor dhe dyert u mbyllën, ajo lejoi që lotët të rridhnin. Ajo qau gjithë rrugës së kthimit për në shtëpi, një përzierje zemërimi, frike dhe trishtimi. Një pjesë e saj donte të telefononte Dritanin dhe t'i tregonte gjithçka. Një pjesë tjetër donte thjesht të zhdukej, të ikte para se gjithçka të bëhej më e komplikuar. Por kur arriti në shtëpi dhe pa Lulen duke fjetur në divan, me trupin e saj të vogël të mbledhur me batanien e saj të preferuar, Valbona e diti se çfarë duhej të bënte. Ajo duhej të ishte e fortë. Duhej të vazhdonte përpara. Dhe duhej të besonte se, nëse ajo që ajo dhe Dritani kishin ishte e vërtet, ata do të gjenin një mënyrë për ta bërë të funksiononte. Ndërkohë, në selinë e Krasniqi Konstruksion, Dritani po kalonte një ditë veçanërisht frustruese. Ai kishte vendosur të kthehej në punë aktive në kompani, i lodhur duke qëndruar në shtëpi duke u ankuar. Por ajo që gjeti kur filloi të rishikonte dokumentet dhe kontratat e la thellësisht të shqetësuar. Kishte mospërputhje në disa projekte. Pagesa që nuk kishin kuptim, kontrata të nënshkruara pa miratimin e tij, vendime të rëndësishme të marra nga ortakët e tij pa e konsultuar. Dritani thiri një mbledhje urgjente me 3 ortakët kryesor të kompanisë, Besnik Lejka, Fatmir Shala dhe Ilir Kelmendi. Të 3 ishin miq të vjetër, njerëz të cilët ai besonte verbërisht. Ose të paktën mendonte se besonte. Mbledhja nuk shkoi mirë. Kur Dritani pyeti për parregullsitë, ortakët u mbrojtën. Besniku, më i moshuari nga të 3, u përpoq ta qetësonte duke thënë se ishin vetëm rregullime të nevojshme ndërsa ai po rikuperohej. Fatmiri ra dakord duke shtuar se ata po përpiqeshin vetëm ta mbanin kompaninë në punë pa e mbingarkuar atë. Por Dritani nuk ishte i bindur. Ali dinte mjaftueshëm për biznesin për të kuptuar kur po e gënjenin. Dhe kishte diçka në shikimet e shkëmbyra mes 3 ortakëve që e shqetësonte thellësisht. Vendosi që duhej të hetonte më thellë. Atë natë, Dritani telefonoi Valbonën siç bënte çdo natë, por ajo nuk u përgjigj. Ai u përpoq përsëri një orë më vonë. Asgjë. Filloi të shqetësohej. Valbona i përgjigjej gjithmonë telefonatave të tij, edhe nëse ishte vetëm për të thënë se ishte e zënë dhe do ta telefononte më vonë. Më në fund, rreth orës 10 të natës, telefoni i tij ra. Ishte ajo. Valbona, tha ai i lehtësuar. Isha i shqetësuar. Çdo gjë është në rregull. Pati një pauzë të gjatë. Dritan, ne duhet të flasim, tha ajo me zë të lodhur. Zemra e Dritanit u fundos. Ato fjalë nuk paralajmëronin kur asgjë të mirë. Për çfarë? Pyeti ai, duke u përpjekur ta mbante zërin të qetë. Nëna jote më thiri sot, tha Valbona direkt. Ajo më ofroi para për të zhdukur nga jeta jote. Dritani ndjeu zemërimin të shpërthente brenda tij. Ajo bëri çfarë? Valbona tregoi gjithçka, çdo detaj të bisedës poshtëruese me Teutën. Dritani dëgjonte në heshtje, me nofullën e tensionuar, duart e shtrënguara grusht. Kur ajo mbaroi, ai po dridhej nga zemërimi. Unë do të flas me të, tha ai me zë rrezikshëm të ulët. Do ta zgjidh këtë tani. Dritan, tha Valbona butësisht. E di që je i zemëruar. Edhe unë jam. Por nëna jote është nëna jote. Nuk dua të shkaktoj një sherr mes jush. Ajo nuk kishte asnjë të drejtë ta bënte këtë, tha Dritani. Asnjë të drejtë. E di, ra dakord Valbona. But ajo po përpiqet të mbrojë në mënyrën e saj. Ajo mendon se unë nuk jam mjaftueshëm e mirë për ty dhe mbase ajo ka të drejtë. Mos e thuaj këtë, tha Dritani prerë. Mos i lër fjalët e saj helmuese të hyjnë në kokën tënde. Ti je personi më i mirë që kam njohur në shumë kohë, Valbona. Më e vërteta. Dhe unë nuk do të lejoj askënd, as nënën time, të heqë nga jeta ime. Valbona heshti për një moment. Dritan, je i sigurt për këtë?
sepse gjërat do të bëhen më të vështira. Familja jote, miqtë e tu, të gjithë do të mendojnë të njëjtën gjë si nëna jote. Jam i sigurt, tha Dritani pa hezituar. Më i sigurt se sa kam qenë për çdo gjë në jetën time. Pasi mbylli telefonin, Dritani u ballafaqua me nënën e tij menjëherë. Ajo ishte në sallonin e shtëpisë së saj, duke pirë një çaj dhe duke lexuar një revistë dekorimi. Kur pa të birin të hynte me atë shprehje të tërbuar, ajo e dinte tashmë se për çfarë bëhej fjalë. Ajo të tregoj atëherë, tha Teuta me qetësi, pa i ngritur as syt nga revista. Si munde, tha Dritani, me zërin e kontrolluar por të mbushur me zemërim. Si munde ta poshtëroja atë në atë mënyrë? Teuta më në fund e shikoi atë. Bëra atë që çdo nën do të bënte. Mbrojta djalin tim nga dikush që qartësisht po përfiton prej tij. Ajo nuk po përfiton prej meje, bërtiti Dritani. Ajo është i vetmi person që më trajton si një qenie njerëzore normale në vend të një viktime apo një projekti bamirësie. Ti je i verbër, Dritan, tha Teuta, duke u ngritur. Ajo grua pa një mundësi arriteti një burr i pasur, i cenueshëm, i uritur për vëmendje. Ajo hodhi vajzën në mes për të zbutur zemrën dhe funksionoi perfekt. Mjaft, tha Dritani me zë të fortë. Nuk do të dëgjoj më këtë. Valbona i refuzoi parat e tua, nën. Ajo të përzuri me ofertën tënde të ndyrë. Kjo nuk të thot asgjë? Teuta heshti për një moment, dukshëm e surprizuar. Ajo nuk ma tregoi këtë, pranoi Dritani. Sepse ajo është person më i mirë se sa ti mendon, tha Dritani. Dhe unë do të vazhdoj ta shoh atë, me ose pa miratimin tënd. Nëse vazhdon me atë grua, tha Teuta ftohtë, do të pendohesh. Dhe kur kjo të ndodh, mos hajde të më kërkosh ndihmë. Dritani shikoi nënën e tij, vërtet e shikoi atë, mbase për herë të parë pas shumë kohësh. Dhe kuptoi se nuk e njihte aq mirë sa mendonte. Kishte diçka në sytë e saj, një ashpërsi, një ftohtësi që ai nuk e kishte vënë re kur më parë. Ose mbase kishte qenë gjithmonë aty dhe ai thjesht kishte zgjedhur të mos e shihte. Ai doli nga shtëpia pa thënë asgjë më shumë. Marrëdhënia mes nënës dhe djalit, që kishte qenë gjithmonë aq e ngushtë, ishte thyer në mënyrë të pakthyeshme. Ditët pasardhëse ishin të tensionuara. Dritani u zhyt thellë në hetimin e punëve të kompanisë dhe ajo që zbuloi e la të shokuar. Kishte prova për përvetësim fondesh, kontrata mashtruese dhe vendime që qartësisht dëmtonin kompaninë në favor të përfitimeve personale të ortakëve. Por ajo që e tronditi më shumë ishte zbulimi se Teuta ishte në dijeni të gjithçkaje. Ajo kishte nënshkruar disa nga dokumentet, kishte miratuar disa nga transaksionet. Kur Dritani u ballafaqua me ortakët me provat, situata shpërtheu. Pati britma, akuza, kërcënime. Besniku pranoi se po, ata kishin bërë disa rregullime, por këmbënguli se ishte për të mirën e kompanisë. Fatmiri ishte më agresiv, duke thënë se Dritani nuk ishte në gjendje ta menaxhonte kompaninë vetëm dhe se ata po bënin vetëm atë që ishte e nevojshme. Ishte i liri ai që hodhi bombën. Ti mendon se aksidenti yt ishte vetëm fat i keq, Dritan, tha ai me zë të hidhur. Ti mendon se ishte vetëm rastësi? Dritani u ngri. Për çfarë po flet? Iliri shikoi dy ortakët e tjerë, të cilët u përpoqën ta heshnin, por ai vazhdoi. Ai helikopter u sabotua, Dritan. Dikush preku sistemet. Ti nuk duhej të mbijetoje. Bota e Dritanit u shemb në atë moment. Ju, përshpëriti ai, mezi duke arritur të formonte fjalët. Ju u përpoqët të më vrisnin. Nuk ishte për të vrarë, nxitoi të thoshte besniku. Ishte vetëm për të larguar pak, të bënin të përqendroheshe në gjëra të tjera ndërsa ne ristrukturonim kompaninë. Askush nuk priste që të bëhej aq serioze. Dritani nuk mund ta besonte atë që po dëgjonte. Ortakët e tij, njerëz që ai konsideronte miq, kishin orkestruar aksidentin e tij. Aksidentin që e la paraplegjik, që shkatërroi jetën e tij, që e bëri të humbiste blerinën. Dilni jashtë, tha ai me një zë tmerrësisht të qetë. Dilni nga kompania ime tani. Nesër në mëngjes, avokatët e mi do të nisin të gjitha veprimet e mundshme kundër jush. Dhe unë do të sigurohem personalisht që të gjithë ju të paguani për atë që bëtë. Tre ortakët u përpoqën të argumentonin, por Dritani thiri sigurimin dhe i nxori jashtë ndërtesës.
Kur më në fund mbeti vetëm në zyrën e tij, ai u thye. Jo fizikisht, por emocionalisht. Gjithçka që ai mendonte se dinte për jetën e tij, për njerëzit rreth tij, ishte një gënjeshtër. Ai telefonoi Valbonën duke pasur nevojë dëshpërimisht të dëgjonte zërin e saj. Ajo u përgjigj në zilen e parë. Dritan, o çfarë ndodhi? Je mirë? Jo, tha ai sinqerisht. Nuk jam mirë. Mund të shoh? Ju lutem. Valbona nuk hezitoi. Sigurisht. Ku je? Një orë më vonë, ajo ishte në zyrën e tij. Dritani tregoi gjithçka, çdo detaj të tmerrshëm. Valbona dëgjonte në heshtje, dora e saj mbante të tijen, prezenca e saj ishte e vetmja pikë ankorimi që e pengonte atë të humbiste plotësisht. Kur ai mbaroi, ajo nuk tha se çdo gjë do të bëhej mirë apo se ai duhej të shite anën pozitive. Ajo thjesht e përqafoi, duke e lënë atë të mbështetej tek ajo, lotët e tij njohnin shpatullën e saj. Dhe në atë moment, Dritani e diti me siguri absolute se ishte plotësisht i dashuruar me atë grua. Por jeta nuk kishte mbaruar së luajturi surprizat e saj mizore. 2 ditë më vonë, Valbona mori një njoftim gjyqësor që e la në panik. Kreshnik Zeka, baba i Lules që ishte zhdukur 4 vjet më parë, po e padiste atë për kujdestarinë e vajzës. Valbona nuk mund ta kuptonte. Kreshniku nuk kishte shfaqur kur asnjë interes për Lulen. Ai nuk kishte dërguar kur asnjë qindark pensioni, nuk kishte telefonuar kur, nuk kishte pyetur kur se si ishte ajo. Dhe tani, pa pritur, ai donte kujdestarin. Kur ajo shikoi më nga afër dokumentet, pa emrin e avokatit të Kreshnikut. Ishte një zyrë avokatie e shtrenjtë, e llojit që Kreshniku nuk mund ta paguante kurrë. Dhe pastaj ajo pa nënshkrimin në një nga dokumentet si dëshmitare e karakterit të Kreshnikut, Teuta Krasniqi. Valbona ndjeu tokën t'i ikte nën këmbë. Teuta po financonte Kreshnikun duke e ndihmuar atë t'i merrte Lulen asaj. Ishte një lëvizje mizore dhe e llogaritur. Nëse Valbona nuk kishte para për të arritur vajzën siç duhej, nëse ajo po punonte shumë dhe po e linte vajzën me kujdestare, një gjykatës mund të vendoste që babai, tani gjoja i qëndrueshëm dhe me burime, do të ishte një opsion më i mirë. Valbona telefonoi Dritanin menjëherë, me zërin që i dridhej nga frika dhe zemërimi. Kur ajo tregoi se çfarë po ndodhte, Dritani ndjeu një tërbim siç nuk kishte ndjer kurrë më parë. Nëna e tij po përdorte një fëmijë të pafajshëm si gurshahu në lojën e saj të pushtetit. Ai shkoi direkt te shtëpia e Teutës, duke hyrë pa i rënë as ziles. Ajo po darkonte vetëm, elegante si gjithmonë, kur ai hyri në dhomën e ngrënies si një uragan. Shkove shumë larg, tha ai, duke hedhur dokumentet e procesit mbi tavolinë. Një fëmijë, nën. Po përdor një fëmijë për të më manipuluar. Teuta shikoi dokumentet pa shfaqur surprizë. Po e ndihmoj atë fëmijë të ketë një jetë më të mirë, tha ajo qetësisht. Kreshniku është baba i saj. Ai ka të drejtë të jetë në jetën e vajzës. Kreshniku është një frikacak që braktisi vajzën e tij, bërtiti Dritani. Dhe ti e di këtë. Po e përdor atë për të shkatëruar Valbonën, për ta nxjerrë nga jeta ime. Por nuk do të funksionoj, nën. Vetëm do të bëj që unë të urrej. Teuta më në fund shfaqi emocion. Fytyra e saj u drodh nga një shprehje dhimbjeje. Unë jam nëna jote, Dritan. Çdo gjë që bëj është për ty. Jo, tha Dritani me zë të ftohtë. Çdo gjë që bën është për veten tënde. Për kontroll. Për pushtet. Dhe unë nuk do të lë më ta manipulosh jetën time. Ai u kthye për të dalë, por Teuta e thirri. Nëse më largon për shkak të asaj gruaje, do të humbasësh gjithçka. Kompanin, statusin tënd shoqëror, gjithçka. Dritani ndaloi te dera dhe shikoi prapa. Atëherë ashtu qoftë, tha ai. Sepse asgjë nga këto nuk vlen nëse duhet të bëhem dikush si ti. Fjalët e goditën Teutën si një shuplar. Ajo mbeti aty e ulur, vetëm në shtëpinë e saj luksoze, ndërsa djali që ajo mendonte se e kontrollonte plotësisht po dilte nga jeta e saj. Dritani shkoi direkt te apartamenti i Valbonës. Ajo hapi derën me sytë e skuqur nga lotët, lulja po flinte në krahët e saj. Unë do të ndihmoj, tha Dritani menjëherë. Do të punësoj avokatët më të mirë. Do të bëj çfarëdo që të duhet që ti të mos e humbasësh Lulen. Valbona tundi kokën. Dritan, nuk mund ta pranoj këtë.
Është shumë. Nëna jote, kompania, tani kjo. Nuk dua ta shkatërroj jetën tënde. Ti nuk po shkatëron asgjë, tha Dritani, duke u ulur në gjunjë pranë karriges së saj për të qenë në lartësinë e syve të saj. Jeta ime ishte tashmë e shkatëruar para se të njihja ty ti ishe ajo që fillove të më ndihmoje ta rindërtoja. Dhe tani është radha ime të ndihmoj ty. Valbona e shikoi atë, mbrojtja e saj më në fund po shembej. Kam aq shumë frikë, pranoi ajo. Frikë se mos humbas vajzën time. Frikë se mos ti kupton që nëna jote ka të drejtë dhe që unë nuk e vlej gjithë këtë problem. Dritani mori fytyrën e saj mes duarve. Më shiko mua, tha ai butësisht. Ti vlen gjithçka. Çdo sekond, çdo problem, çdo betejë. Dhe ne do ta fitojmë këtë bashk, më dëgjon? Bashk. Dhe pastaj, për herë të parë, Dritani puthi Valbonën. Ishte një puthje e mbushur me premtime, me frikëra të ndara, me shpresë. Kundër të gjitha gjasave. Kur u ndan, të dy kishin lot në sy, por edhe diçka tjetër. Kishin vendosmëri. Betejë sapo kishte filluar. Por për herë të parë pas shumë kohësh, asnjëri prej tyre nuk ndjehej vetëm për ta përballuar atë.